Dashur miqtë mi, mi mbrëma të nderuar ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë rrëfimin e radhës. Ky rrëfim është shumë i tmerrshëm, me thënë drejtën unë nuk i dua fare këtë rrëfime. Dua të them që i urej. Është dhimbja e një nëne. E dini çfarë është mëkati më i madh në këtë jetë? Dhe që kot jeton pas asaj. Të vesh dorë mbi nënën tënde. Dhe historia e zonjës Liri është kjo. Djali e ka rrahur zonjë Liri dhe e ka dërguar në azilin e pleqjve. Dëgjoni rrëfimin, janë fjalët e kësaj nëne, e cila me lot në sy, besonim ka treguar këtë rrëfim, edhe pse tha ka vite që ka ndodhur, por ajo fotografi nuk më hiqet fare nga sy, sepse prindërit nuk e presin kur nga fëmijët një gjest të këtillë. Quhem Lirie dhe sot jam